Java e 15 deri në javën e 20. Ndërmjet javëve 15 dhe 20, fëmia juaj do të fishojë madhësinë e tij. Me rritjen e trupit, sistemi i tij nervor maturohet shumë shpejt. Nervat e tij lidhin trurin dhe pjesën e tij të trupit, duke udhëtuar nga truri poshtë në shpinë, duke u zgjeruar në buzë dhe gjymtyr. Skeleti i fëmijës suaj ndryshon po ashtu. Kartilaget e buta po shndrohen në kocka të forta. Fillimisht ndodh në krah dhe këmbë. Zhvillimi i sistemit sensor po zhvillohet gjithashtu shumë shpejt. Truri i fëmijës suaj po dizenjon zona të veçanta, si të nuhaturit, shijes, dëgjimit, të parit dhe prekjes. Në këtë fazë fëmia juaj mund të jetë në gjendje të dëgjojë zërin dhe zemrën tuaj ndërkohë që ajo rreh, kështu që lexon me zë të lartë dhe këndon një këngë të gëzueshme. Fëmia juaj mundet të thith gishtin e tij tashmë. Rreth javës së 18, ju do të filloni të ndjeni eksperiencën më emocionuese të shtatzanisë, të ndirit të lëvizjeve të fëmijës suaj. Krahët dhe këmbët e tij gjatë përkuljes mund të ndjehen të buta në fillim, por do të bëhen shumë më të fuqishme dhe më frekuente në javët që do të vinë. Në javën e 20, pesha e bebit tuaj do të jetë më pak se 280 gram dhe madhësia për rreth 25 cm nga kokat e këmbët për afërsisht sa madhësia e një bananeje. Je në gjysmën e shtatzanisë.